Batutat e Ramës për Trump bëri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, guvernatori publikon videon po Natallin. Llogaria zyrtare në platformën X e guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, publikoi videon ironike dhe tallse mes liderëve europian në samitin e Kopenhagenit, ku kryeministri shqiptar Edi Rama ironizoi presidentin amerikan Donald Trump për ngatrimin e vendeve Shqipëri dhe Armeni. Ky koment vjen në kohën kur debate dhe diskutime janë ndezur për mënyrën se si udhëheqësit botror po përballen me presidentin Trump dhe ndikimin e tij në skenën ndërkombëtare, sidomos pas batutës së Ramës që u përfol gjerësisht. Ndërkohë Rama ka shpjeguar se komenti i tij ishte një moment humori mes miq dhe jo një sulm politik, duke theksuar se vetë ai dhe liderët e tjerë konsiderojnë Trump si një prej figurave më të rëndësishme që solli paqe.